Revista prestigjioze spanjolle VAR, një nga botimet më të rëndësishme të udhëtimeve në Spanjë, ka kushtuar Shqipërisë një artikull të veçantë ku vlerëson një nga perlat e Bregdetit ton, Porto Palermon. Në shkrimin e saj, revista përshkruan këtë vend si ndalesën që shumica e turistëve e anashkalojnë, por që është një nga më spektakularet, duke krahasuar madje pamjen e kalas me një version miniatur të Mont Saint-Michel. Përmes një rrëfimi të hollësishëm, VAR i çon lexuesit spanjoll në zemër të historisë, natyrës dhe bukurive të paprekura shqiptare, duke vendosur sërish Shqipërinë në artën e destinacioneve që maknisin Evropën. Në shkrimin e saj, gazeta prestigjioze spanjolle ndalet edhe tek historia e kalas së Porto Palermos. E vendosur në rajonin e Vlorës, kjo kala nuk është mjestare, edhe pse fasada e saj për i guri mund të bëjë të mendosh të kundërtën. Mendohet se kalaja me planimetri trekëndshe dhe kulla rrethore është ngritur mbi një ndërtesë të vjetër veneciane. Planit që shohim sot u realizuan nga një inxhinier ushtarak francez, i cili sapo përfundoi projektin, u ekzekutua për të shmangur zbulimin e dobësive të fortesës. Shumica e vizitorëve që shkojnë në kalan e Porto Palermos lëvdojnë pamjet panoramike të detit që shtrihen nga terraca, por ajo që e bën vërtet të veçantë sipas autorit të këtyre reshtave është liria me të cilën mund të vizitosh ndërtesën, aq tipike për Shqipërinë dhe aq e rrallë për sytë e një spanjolli. Gjatë shkrimit të saj, gazeta spanjolle ndalet edhe tek plazhi i Porto Palermos, duke quajtur atë se ripi që lidh sot kalan me tokën është shndruar në një plazh ideal. Në Shqipëri, gjithë Bregdeti krenohet me ujërat ngjyrë bruz dhe të kristalta që të kujtojnë ngjiret më të fshehta të Majorkës. Porto Palermo nuk përbën përjashtim, rëra që çon drejt Kodrës është e larë nga uji i pastër ku mund të shijosh faunën detare. Ajo që e bën Porto Palermo të veçantë sipas gazetës është thjeshtësia e vizitës. Nga rruga bregdetare duhet marrësh një devijim shumë intuitiv që zbret deri në nivelin e detit, aty pikërisht ku ndodhet plazhi, ku ka shumë hapësirë për parkim. Nga ai pikë vetëm një shëtitje e shkurtër dhe lehtë të ndan nga kalaja, ndërsa pamjet që të ofrohen janë më të vërtet mahnitse.